Në mbar Shqipërinë 7 marsi shënon një nga datat më të rëndësishme në kalendarin arsimor, ditën e mësuesit. Kjo ditë është një moment reflektimi dhe vlerësimi për rolin e pazëvendësueshëm të mësuesëve në edukimin e brezave të rinj. Në këtë kuadër, shkolla 9-vjeçare e Halit Uruçi ka organizuar një sër aktivitetesh për të nderuar punën dhe përkushtimin e mësuesëve të saj. Në kuadër të 7 marsit, shkolla 9-vjeçare Halit Uruçi ka organizuar një sër aktivitetesh për të nderuar punën dhe përkushtimin e mësuesëve të saj. Një nga momentet më të bukura të kësaj dite ishte pjesëmarrja e nxënësve të klasës së parë, të cilët me emocionin dhe entuziazmin e tyre të pafajshëm recituan vargje kushtuar mësuesve dhe interpretuan këngë poezi dedikuar kësaj figure të shenjtë të shoqërisë. Gjithashtu nxënës nga klasa të ndryshme performuan valle tradicionale, duke i dhënë një atmosferë të gjallë dhe festive aktivitetit, me kostume shumë ngjyrshe dhe ritme të gëzueshme. Ata shfaqën një pjesë të bukur të kulturës sonë kombëtare, duke përcjellë emocione të veçanta tek të pranishmit. Aq mbreslënës ishte edhe dramatizimi i përgatitur nga nxënësit. Përmes interpretimit të tyre të përkushtuar, ata sollën mesazhe të forta mbi rëndësinë e dijes, punës dhe ndikimit të mësuesit në jetën e çdo nxënësi. Them për të dije veçantë, nuk ka të dytë, sa shumë emocione, ndime, fantazi, mendje, zemër ma ke mbushur ti, mësuese që ditë bërë se me dukesh dhe njëherë, e gjëra dhe thjeshta shpjegon botën ti, mësuese që me dukesh dhe njëherë, me gjëra dhe thjeshta shpjegon botën ti, edhe kur nuk di të sillen, edhe me shirton. Përse sytë tu mësuese u pushën me lot, përse gëzimin nga sytë se fshehet dot, ndoshta kujtove me nostalgji, ditën kur ishe sa ne fëmijë, dikush ta fshiu lotin që pa dashje të ra, ti për një herë more në krah, gëzuar 7 marsin të thashun ty, të puza në faqe, të puza në sy, të gjithë të uruam, të gjithë të përqafuam, 7 marsin gëzuar, gëzuar, gëzuar. Ato nuk janë as pak
Këshilloni fëmijën me këto mendime. Dhe unë mësuese e dashur të këshilloj mos ma mërzitësh vajzën. Unë kem këtë për të mërzitur, por jam për ta mësuar. Por i me pjesë të shkëlqyer në mësime. Jo nuk është, por mund të bëhet nëse të bëni pak më shumë. Ja, kështu më tha dhe drejtori mua, por kështu e keni shumë gabim. Ajo nuk di as tabelën e shumëzimit. Ua, po ti më ma, nuk di tabelën e shpenzimit? Tabelën e shumëzimit, o ma. E nejse, nuk është faj oqës e ti, është faj shkollës. Shkollës? Për e për të pamundur për të. Të lutem shumë mjaftë se do ta mësoj vetë. Ajo nuk di as për 78. Po 78 për 78, më ma. Nuk për naq. Mirë, më fal, bëjmë 87. Kapi, dhe me sa duket asjo nuk e di keni tabelën e shumëzimit. E ç'më duhet mua tabela e shumëzimit ku unë kam akile llogaritë. Hajt tani se po na pret babi. Prisni, kemi vënë për klient tjetër me Tean. Ajo zihet shumë me shokët e klasës. Po normal që zihet, se jeni shkollë kot, ju s'din të edukoni fëmijën. Tea është vetëm që për shere. Ua, po si ka mundësi, ne jemi një familje që kur se kemi ngritur zërin, nga e ka marrë Tea për shembull. Po, hajt me filluar që se kam 3 orë që të pres në kintesur. Po nësi i fort, di të veç e drejt, se di të përën të po jo. Bashkë më jem. Fali të të ri, kush jeni o që hyri kështu? Babi, hajt tani mere vajzë se kam punë të loto, janë fillojnë ndeshjet. Ora ku ta mre zërin ashtu, ti me mua qepe. Qepe ti. Qepe. Qepe ti, thash. Nja, ju akuzoni shkollën dhe jeni vetë për të futur në shkollë. Tani e kuptoj mirë se na ka marrë fëmija juaj këtë shembull. Na fal mësuese, ndoshta kemi tepruar pak. E keni të prarë shumë dhe të rritur. Tea, emi mua se do të rritë të bëjmë të gjitha të pyrat bashkë pas mësimit. Lam, ne zjemi si qenë dhe vajza ngelet mbrapa. Mësuesja ka të drejtë, duhet të shkojmë të kërkojmë falje.